Ka përfunduar mbrëmjen e së mërkurës gara mbarkombëtare Miss the Mr. Children Albania 2025. Edicioni i 10 i kësaj gare kishte si qytet mikpritës Fierin, ndërsa 150 fëmijë nga e gjithë Shqipëria u ngjitën në skenë. Ky spektakël u realizua nga producentja Albana Çakshiri, e cila njëherësh ka krijuar këtë patent një dekadë më parë. Spektakli solli ngjyra, emocion dhe pasionin e fëmijëve për skenën dhe artin. Këtë vit çmimi i madh ka udhëtuar drejt Tiranës dhe Fierit. Miss Children Albania është shpallur Abigela Sadika, 11 vjeçe nga Fieri, dhe Hermes Çeku, 11 vjeç nga Tirana. Çmimin Best Talent Albania e ka fituar Nicole Çabeli, këngëtarja Gjiro Kastrite, që do të përfaqësojë Shqipërinë në Eurovision Junior, ndërsa në kategorinë djalë është shpallur fituesi i çmimit të talentit në bateri, Hermes Çeku. Çmimin Child of the Year e ka fituar 5 vjeçaria nga Durrësi, Berliz Deniz Rea, që ishte një zbulim në këtë spektakël. Gjithashtu, Algis Kumaraku, 6 vjeç nga Fieri, është shpallur fituesi i çmimit Child of the Year. Ky spektakël është mbështetur nga Bashkia Fier në kujdesin e veçantë të kryetarit të bashkisë, zotit Armando Subashi. Spektakli ka dhuruar emocione, ndërsa publiku i ka dhënë mbështetje i gjithë konkurrentëve në garë. Producenti Albana Çakshiri ka pohuar faktin se në 10 vite kjo garë ka ngjitur në skenë rreth 5000 fëmijë nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe Mali i Zi.